socialiste, por çdo shqiptar, edhe ata që janë demokrat, duhet bashkohen tek ajo kutiza jon aty në fletën e votimit, është dhe mund mes ajo, nuk është as pajta as djalla, është drejt, aty, sepse duhet që negociatat të mos ndërpriten as një sekond, të mos luhatet procesi as një sekond, na është dhënë një kalendar, ose kemi dakordsuar një kalendar 3 vjet, 3 vjet negociatat nuk i kanë zgjatur as kujt. Kroacia që ka shkëlqyer me negociatat ka pas 7-8 vjet. Ju thash, Malizi ka qenë në 2012, Serbia në 2014 dhe pritet se kur do t'i vi dita që të ketë këtë që kemi ne sot. Na është dhënë 2027. Mirë po janë 250.000 faqe me ligje, me vendime, me rregulla që duhen të gjitha jo lexuar, po duhen të gjitha marrë dhe adoptuar. Është punë e përditshme. Janë 1000 vet që çdo ditë shkojnë në zyrë për të marrë me negociatat. Janë 40 skuadra që negociojnë në të gjitha fushat. Dhe këta njerëz duhet vazhdojnë. Në 12 maj ne do numërojmë votat, ata duhet vazhdojnë negociatat. Nuk duhet të ketë asnjë ndalim, asnjë frenim, asnjë luhatje, asnjë ndryshim të asnjë lloj forme përveç se thellim i procesit të ndryshimit në tërësi dhe i negociatave në venti. Dhe një vot më e fortë se sa thjesht shumica e Partisë Socialiste është një mesazh për ata në Bruksel që shqiptarët përtej të majtës djathës, përtej partive, po na thonë me votën e tyre që ne e kuptojmë mesazhin tuaj, ne e pranojmë sfidën që na keni bërë që të mbyllim negociatat në 2027 dhe ne të gjithë si popull mbështesim këtë proces dhe duam të bëhemi anëtar të Bashkimit Evropian. Tani, kjo është e para. Dhe natyrisht, askush tjetër nuk mundet dot ta bëj atë gjë që mund ta bëjmë ne sot. Ne jemi sot forca e dur, në kohën e dur dhe në vendin e dur, dhe koha e dur është kjo për shkak të asaj që thash më parë, që edhe ata duan. Nuk duan vetëm ne, se ne kemi qenë 3 vjet rresht gati të hapnim negociatat. Komisioni Evropian që bën vlerësimin thoshte Shqipëria i ka bërë detyrat, dhe ju e dini, dilte Hollanda thoshte jo si ka bërë, pastaj Franca, pastaj tjetri, pastaj Greqia, sepse kështu funksionon, duhet jenë të gjithë dakord. Dhe tani kanë rënë të gjithë dakord që Shqipërinë do ta marrim në BE. Tani kush do flasim me ata 2 vjet gjys? Kush do bëj negociatat? Kush do bëj pjesën politike me ta? Bufi i Knetës do ta bëj këtë punë. Kush? Mund ta bënte Luli. Po Luli na krijon problem se e zë gjumi. Edhe megjithse ja shikoni tani e ngjalla, tani i bie fyllit në një vrim, edhe duhet të orientuar, nuk do në shkurt mohabeti këtë gjë për te i shakave, mund ta bëjmë vetëm ne. Dhe demokratët duhet i bien lapsit dhe ta bëjmë për interesin e tyre, natyrisht ta bëjmë si patriot për interesin kombëtar. Ta kapërcejnë këtë problem që kanë që si pëlqen ose nuk e duan Partinë Socialiste, se këtu nuk është çështja e Partisë Socialiste. Këtu është çështja e mbështetjes së fuqisë qeverisë të Shqipërisë për të bërë negociata. Dhe siç ishte PD-ja në 91-92, që nuk është se të gjithë u bën antar partie ose të gjithë ju pëlqente çdo gjë atje, po vajtën votuan masivisht sepse ishte një votim historik për të ndarë një epokë nga një epokë tjetër.